Atmosfera festive ka vijuar në sheshin përpara teatrit Migjeni në Shkodër, ku mbajt nata e dytë e edicionit të 63 të festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë. Gjatë kësaj nate konkuruan 15 këngë të reja, 11 në kategorinë junior dhe 4 në kategorinë të veçlit. Sot ishte nata e dytë, po aq e bukur sa edhe e para, ku performuan 15 këngëtar të mrekullueshëm të trojeve të ndryshme, shqipfolse, emocione të forta, përjetime të jashtëzakonshme në këtë skenë magjishme, mund të them unë. Fëmijë shumë talentuar, por edhe kompozitor shumë të njohur, kompozitor më të mirë të vendit tonë. Një moment që ngjalli shumë ndjesi ishte performanca e artistes së njohur Mifarit Elaze, e cila interpretoi në skenë së bashku ndesën e saj, duke krijuar një lidhje të veçantë brezash nëpërmjet muzikës. Gjithashtu, një tjetër pikë e veçantë mbrëmjes ishte performanca e artistit shkodran Alis Kallaçi, i cili emocionoi publikun me stilin e tij dhe interpretimin. Çika dhe shtëpia ka emocione të mira, ka ka mërzi. Ky vend ka nostalgji, ky vend ka mall. E sonte me mesën ka një emocion i papam, hala ndërhidhe dur. Nuk e kam ditë se kam me performu me mesën. Jena arrit me këtë festival. Jam mundu edhe me mesën me eduku me këtë festival. Janë 3 ditë e fëmijëve. Me atë lirësinë e tyne, me atë qiltërsinë e tyne. Kjo se i patë edhe mram, edhe sot. Sa që kur marrën festivali thu sa shpejt marroj. Ashtë kjo ndjesi. Nuk ma kishte marrë mania që po përjetoj të njëjtin emocion rrugës duke arqo për prova, qoftë natën e spektaklit. Sinqerisht është një ndjesi që fjalë nuk kam me përshkru fix, por që është domethënë nuk theva mrapa në kohë, përjetova atë edhe herët e periudhën e fëminisë. Emocion shumë i fortë dhe kënaqësi më e madhe se kaq. Finalja e madhe do të zhvillohet në natën e tretë, ku do të shpallën fituesit e të 2 kategorive dhe do të përzgjidhet përfaqësuesi i Shqipërisë për Junior Eurovision 2025.